Mos hap llogari bankare në Gjermani pa e ditur këtë, sepse mund të humbësh qindra euro në vit pa e kuptuar fare. Në vitin 2026 nuk fiton banka më e madhe, por ajo që të kursen më shumë para në fund të muajit. Dhe shumica e shqiptarëve ende përdorin llogari ku paguajnë tarifa mujore kot, ndërkohë që ka alternativa shumë më të mira. Le ta bëjmë shumë thjesht dhe drejt, sepse kjo është ajo që të intereson ty. N26 është shumë e lehtë për përdorim. Hapet shpejt dhe është perfekte nëse do diçka moderne pa komplikime, por nuk është gjithmonë më e forta për përdorim afatgjatë. Nga ana tjetër, DKB është më stabile dhe më serioze, sidomos nëse po mendon për përdorim për shumë vite. Por nuk është aq e thjeshtë në përdorim sa N26. Tani në 2026 po del shumë fort se N24, sepse jep cashback dhe bonuse që realisht të kthejnë para në xhep. Dhe kjo është arsyeja pse shumë njerëz po kalojnë aty. Ndërsa bankat klasike si Sparkase dhe Commerzbank janë të sigurta, por shpesh paguan tarifa mujore pa marrë ndonjë përfitim real. Dhe këtu shumica po humbin para pa e kuptuar. Tani vendimi është shumë i thjeshtë. Nëse do thjeshtësi dhe aplikacion të lehtë, shko me N26. Nëse do stabilitet afatgjatë, shko me DKB. Nëse do cashback dhe përfitime reale, provo C24. Por nëse po paguan çdo muaj për llogarinë tënde, duhet ta mendosh seriozisht ndryshimin, sepse në 2026 nuk kam arsye me pagu kot. Komento nëse nuk je i kënaqur nga banka jote dhe po mendon ta ndryshosh, dhe unë të ndihmoj me zgjedhjen më të mirë për ty.